Që nga përpilimi një dokumenti në vitin 1996, ku përfshiheshin figurat larta politike amerikane, rajoni i Lindës së Mesme është përfshirë në luftat njëpasnjëshme, të udhëhequra nga SBA-ja në interes të Izraelit. Dokumenti argumentonte se Izraeli duhet të praktiste diplomacinë dhe në vend të saj të ndiqte një strategji që do të dobësonte ose rrëzonte regjimet armiqësore në rajon, veçanërisht në Irak dhe Siri. Qëllimi nuk ishte vetëm fitore ushtarake, por një ristrukturim gjeopolitik i Lindës Mesme në favor të Izraelit. Në dekadat pasuese, dukej se qëllimet e Izraelit po realizoheshin. Iraku pushtua nga SBA-ja, NATO sulmoi Libin dhe dobësoi skajshmërisht, Siria hyri në një luftë të tmerrshme civile. Vendet e qirit po i nënshtroheshin Izraelit njëri pas tjetrit në ato që njihen si marrëveshjet abrahamike, dhe për një moment dukej se transformimi gjeopolitik i parashikuar dekada më parë ishte realizuar. Por, sipas gazetarit Remzi Barut, historia rrallë ecën në vit të drejtë. Gjenocidi në Gaza dhe lufta kundër Iranit tashmë po sjell dobësimin e rolit strategjik të SBA-s, rënien e fuqisë frenuese të Izraelit dhe një lindje të mesme gjithnjë më të formuar nga aktor rajonal.